Këngëtarja dhe banorja e Big Brother VIP Kosova, Fjolla Morina ka ndarë një rrëfim prekës me bashkëbanorin Londrim Ahmetaj, duke zbuluar detaje të reja rreth një çështje të ndjeshme ligjore që po përballet. Morina, e cila është një nga personazhet më të njohura të estradës, ka treguar se për shumë vite ka qenë në akuzën për posedim armësh, një rast që sipas saj ende është në proces gjyqësor dhe nuk është mbyllur. Këngëtarja ka deklaruar se arma nuk ka qenë e saj, por e dikujt tjetër, ndërkohë që ky rast ka pasur pasoja serioze në jetën e saj, që prej 6 vitesh s'mund të dalë as prej Kosovës. Në proces gjyqësor jam, ka shtuar Fjolla, duke theksuar se procedurat ligjore ende vazhdojnë dhe kjo ka kufizuar mundësinë e saj për të udhëtuar jashtë vendit. Ky rrëfim ka ngjallur një reagim të fortë brenda shtëpisë dhe në rrjetet sociale, ku fansat kanë shprehur mbështetje për këngëtaren dhe kanë diskutuar mbi sfidat që ajo po kalon, si dhe ndikimin e këtyre ngjarjeve në jetën e saj personale dhe profesionale. Ajo vazhdon të jetë një nga figurat më të ndjekura dhe më të komentuara në mediat sociale, dhe ky rrëfim i saj ka bërë që shumë të reflektojnë mbi pasojat që mund të ketë një akuzë e tillë në jetën e një personi publik.